Elona Nokaj, nënë e 3 fëmijëve, ka vendosur t'i jap fund martesës pas viteve të dhunës së ushtruar nga bashkëshorti i saj i alkolizuar. Sot, 42 vjeçarja është mes grave që kanë zgjedhur të bashkohen nismave kundër dhunës, duke marrë pjesë në aktivitetin sensibilizues për t'i thënë stop dhunës. Jam proces divorci dhe jam e zonuar për ditë. Unë dhe mbrëm kam pas probleme me bashkëshortin. Domethënë kemi shumë probleme. Unë kam çunin e madh që më ka dalë jashtë kontrollit nga mësimet, ma la shkolla, mi la gjitha nga problemet që kam me babajin e vet. Alkooli, bixhozi, ekonomia, po si tham stop dhunës sot, do t'i themi dot kur më. Statistikat e këtij viti tregojnë se Durrësi vijon të kryesojë listën e rasteve të dhunës në familje në Shqipëri, me 351 kërkesa për urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje nga janari në shtator, nga të cilat 161 janë proceduar si vepra penale. Prej të gjithë si shoqëri, asnjë nuk duhet të hesh ndaj këtij fenomeni. Këtë vit kemi pasur rreth gati 300 raste me urdhra mbrojtje dhe urdhra të menjëhershme mbrojtje. Tema botërore e kësaj fushate këtë vit është dhuna digjitale ndaj grave dhe vajzave, një formë që po rritet paralelisht me hapësirat online dhe që kërkon ndërgjegjësim të menjëhershëm.